Ata që japin sadaka janë si dëshmorët. Ata që japin sadaka janë si dëshmorët. Për ta nuk ka frikë. Për ta nuk ka as frikë as pikëllim. Duke shikuar mikun e tij, i cili me bujari po undante nga paratë e tij njerëzve të varfër dhe nevojtar në këtë kohë krize dhe pasigurie, ai i tha: "A nuk e frikë se kjo krizë do të mund të zgjas? Pse po u jep kaq shumë para të varfërve? Ndoshta edhe ti mund të kesh nevojë." Në vend të përgjigjes së pritshme, sadaka nuk e pakson pasurinë, ose ndihmoni të tjerët dhe Allahu do t'ju ndihmojë juve. Ai u befasua nga fjalët e mikut të tij bujar, i cili tha: "O miku im, a nuk e di ti se ata që e ndajnë pasurinë e tyre në emër të Allahut janë si dëshmorët? Për ta nuk ka as frikë as pikëllim." Në fakt, Allahu i plot fuqishëm, duke ju referuar atyre që e ndajnë pasurinë e tyre në rrugën e tij, ka shpallur në Kur'an: "Ata që për hir të Allahut e japin pasurinë e tyre, e pastaj atë që e dha nuk e përcjellin me të përmendur e me mburje, ata e kanë shpërblimin e vetë te Zoti i tyre. Për ta nuk ka frikë, ata as do të brengosen." Surja El-Bekare 262. Gjithashtu edhe, ata të cilët pasurinë e tyre e shpërndajnë në rrugë të Zotit, natën e ditën, fshehurazi ose haptazi, ata shpërblimin e vetë kanë te Zoti i tyre, dhe për ta nuk ka as frikë, as pikëllim. Surja El-Bekare 274. Ndërsa duke u referuar dëshmorëve, Allahu i plot fuqishëm në Kur'an thot: "Kurse si të mos mendoni se janë të vdekur ata që rënë dëshmorë në rrugën e Allahut. Përkundrazi, ata janë të gjallë duke u shqyer te Zoti i tyre. Janë të gëzuar për atë që ua ka dhënë Allahu nga dhuntit e tij dhe si harqohen me ata të cilët ende nuk u janë bashkuar, shoqëruar dhe që kanë ngelur pas tyre, me që nuk do të ketë kurfar frike dhe të cilët për asgjë nuk do të pikëllohen." Surja Ali Imran 169-170.